Shqiptari i Shqipënisë ishte i smur për shumë dekada dhe kishte nevojë për një balsam që është prezenca e besimtarit dhe besimtarës. Ato sot janë të mirë, por sërish kanë nevojë. Ju e dini mirë se në Shqipërinë Tiranë është ndërtuar xhamia mallshtore në Namazgja. Ai vend i qëndroi besnik amanetit dhe asnjë prej qeverive demokratike në fjalë nuk arriti ta uzurponte se ta pushtonte atë vend. Sikur Allah Gjeleshanu ju dhonte ju këtë s'keni vend, por priti më shumë dekadave që të ndërtohet xhamia e mrekullueshme në Namazgja. Do të pa bashkëpunimi që vllazët duhet të kenë një me tjetër. Vllazët tonë të Turqisë e ndërtuan, kanë zbukuruar Tiranën dhe po të shkonin në Tiranë sot do të gjeni me dhjetra, me qindra turistë të huaj që kanë dëshirë ta shohin nga afër xhaminë. Ato kanë dëshirë si turistë, por ne kemi dëshirë si vllazën, si besimtarë, që ta shijojmë dhe të shohim nga afër vllazët dhe motrat tona.